Bismillahirrahmanirrahim. Pejgamberi sa më është shumë i dashur me njerëzit, është shumë i afërt. Aq i afërt të konë sa që njerëzit cili ka pas punë me pejgamberin sa ka menuar që e don më shumë që ata. Për këtë arsye një shok i tina një ditë i thot: "Ja Rasulullah, kur e don më shumë." I thot pejgamberi sa grujen të mashë. I thot: "Ja Rasulullah, po të ves pe burrave, jo pe grave." I thot babën e sojna. Thot e mas e Bubekrit. Thot mas e Bubekrit e dua Omerin. Po mas Omerit thot Uthmanin. Pastaj thot Aliun. Thot Amr ibn al-As, ky që i ka bë pyetje, thot ka nis me mi përmend burrat sahab të ran, saqë kum thon vetëm veti mami mos tek shavet. Po pse ka vet ky? Për shkak se i tillës kon pejgamberi sa sjellën që ka pas gjithë secili ka menuar që është më i dashni te ai. Çash i ka kushtuar rëndësi dhe kujdes. Për këtë arsye tregohet njëherë kur ka shku pejgamberi sa te dhondri vet Aliu, edhe e ka gjetë çikën e vet Fatimen duke gatujt. Mujnë e tesh të zanis. Pejgamberi sa mi ka thonë zoti i shtëpisë Aliu dhondër këtë thot: "O zoti i shtëpisë, a më jep le minimum Fatimes vajzës tem me gatu bukën?" Thot Aliu: "Po bereqet i madh o i dërguar i Allahut, dora jote me prek bukën ton." Edhe po ulet pejgamberi sa pinimon Fatimes vajzës vet me gatu, pekshir gruaja burrin. Fatimja pi thot Aliu thot: "A shefet pejgamberi më don mua më shumë se sa ty, se po ndihmon." Pekshir Aliu: "Para më në kujt pi thot vjerrit." Pi thot o i dërguar i Allahut, për një me don Fatimën më shumë se sa mua. Me konë me na bune edhe kjo pyetje thon, "Ti shka e të fol, ku më të krahasu ty çikën tem me dhondrin?" Pi thot pejgamberi sa thot këta e du më shumë. Thot ty të kam mangat zemrës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.